Club FM. Përshëndetje të gjithëve, është një puntat super speciale sot dhe shumë e veçantë. Nuk I kam ata zhurmuesit e mi në studio sepse kam një super talent I cili është në Top Albania Radio sot për të folur ndoshta për koncertin më të veçantë, më të bukur të kësaj periudhe. Pra për ju që doni të dëgjoni muzikë të mirë, të shlodhni veshët, mendjen, zemrën tuaj, Shpat Deda, një nga artistët më të mirë të muzikës indie folk, do ta quaja, por ai sapo më tha që ka ndryshime. Mirë se vjen Shpat në Top Albania Radio, dhe po e nisim këtë intervistë dhe këtë program të ditës së sotme me Katarsis. Edhe pyetja ime direkte po nis me titullin e këtij koncerti kaq të veçantë, Katarsis, pse? Mas pari, knatësi shumë me qenë këtu, Jonida, me taku dhe me qenë Top Albania Radio. Pse Katarsis? Gjën në kohën në cilën po jetojmë, ku gjithçka ndodh shumë shpejt, ka shumë zhurmë. Jeta është të s'ke kohë as një minutë me ul, me marr një minutë për veten. Të gjithë kemi nevojë për një çast ku relaksohemi, thellohemi brenda në vete dhe lejojmë veten me ndi emocion. Ky koncert dhe materiali I cili do ta luajmë e ka këtë qëllim. Do të thotë ka qëllimin të na afroj me vetveten dhe të na thelloj brenda në vetvete. Edhe procesi që kam realizu këtë material, cilin do ta luajmë, për mu personalisht ka qenë një çlirim emocional, sepse fjala katarsis, kuptimin e ka çlirim emocional përmes artit ose përmes edhe një lloj ndryshimi, edhe një lloj ndryshimi, një lloj reflektimi. Ky është qëllimi I këtij koncerti. Mendoj si natyrë e koncertit në momentin që po flasim është I veçantë sepse është I këtij lloji ku është më I qetë, por është më I thellë, më të bën të thellohesh të angazhohesh më shumë. Ti ke pasur sigurisht edhe koncerte të tjera qasi artistike pa diskutim, por kam përshtypjen që ky është më I veçantë edhe për fazën që ti ndodhesh. Ndoshta tashmë je edhe më I pjekur artistikisht, I talentuar ke qenë gjithë jetën tënde, por je në një fazë ndoshta që I bën edhe pak për qejf gjërat, apo jo? Jo pak, shumë I bëj për qejf. Do të thotë çka do që kam lansuar këto 18 vite më kanë bë aktive në muzikë. U bën 18. Do plakesh ndonjëherë ti? U bë për fakultet. Kështu do rish I pa ndryshueshëm, kaq king, kaq simpatik. Edhe pak. Se s'kam ku ikë asone. Krejt kena me hupa të betej dikur. Po faleminderit shumë. Do të gjithmonë qëllimi jam është me prodhu muzikë e cila në momentin cilin e prodhoj bëhet me seriozitetin më të madh edhe reflekton diçka që ndjej shumë thellë. Tani në çdo periudhë të aktivitetit tim, unë kam qenë moshë tjetër në fazë tjetër të jetës, me ndjesi të tjera dhe me siç thati me pjekje tjetër artistike dhe me përvojë, bagazh tjetër. Në këtë moment ku jam, përvoja nuk e kam pas kur më të madhe, nuk e kam ditë kur se çka po duam me bëu më mirë se tash. Edhe është një moment mendoj I rëndësishëm karrierën time muzikore ky koncert, po edhe EP albumi I fundit që quhet Hajden Ballon, cilin do ta performojmë në këtë koncert ku janë 5 këngë të reja, të cilat do të luhen për herë të parë para një publiku, ekskluzivisht për publikun e Tiranës. Dhe krahas tyre do të kemi edhe këngë të tjera. Po pse po them është moment I rëndësishëm? Sepse një gjë që nuk dua ta bëj është të përsëritem me muzikën që bëj. Do të thotë nuk du me bëj edhe një album I cili është shumë I ngjashëm me të tretin apo me dytin. Ata që më kanë përcjell, ekziston një ngjashmëri mes albumeve të tre albumeve të mia, po ekziston edhe një evoluim. Unë të paktën si e perceptoj, ka ndryshime të vogla të tingullit, të aranzhmaneve, edhe në komponim, sidomos në albumin e tretë, ku kam qenë shumë I angazhuar edhe në krijimin e aranzhmaneve, për shkak të përvojës që e kam bërë gjatë punës të gjitha albumeve deri në atë pikë. Por ky album I fundit tash, albumi I katërt, është një album në të cilin e kam ndryshuar komplet procesin e prodhimit të albumit, sepse me qëllim kam dashur me ndryshu tingullin. Tani, unë nisa që në krye të herës që thash, Shpati është shumë I njohur për ato muzikën aq personale, është një ndër artistët më të veçantë dhe unik që I afrohet dhe ka prodhuar gjithmonë muzikë indie folk, por e thash që në krye të herës që kësaj radhe jemi goxha ndryshe. Është ndryshe sepse jam fut në zhanrin neo soul,
i cili është një zhanër që mu më pëlqen shumë. Por nuk e kishe eksperimentuar më parë. Nuk e kam eksperimentu kaq thellë, kam këngë cilat i afron atij zhanri, si për shembull kënga Instinktivisht, kënga Thun albumin e parë. Gjithmonë këtë muzikalitet unë kam pas brenda, por atëherë kam bo veç çu ka ardhur. Këtë herë kam dashur me bo me vetëdije, edhe me qëllim. Po shkoj këtu. Po, edhe është një muzikë e cila më pëlqen shumë, e dëgjoj shumë. Është një muzikë që po e ka një rikthim, sidomos te këto formatet muzikës live që mundemi me i pa, si Tiny Desk e kështu me radhë, muzika neo soul po e ka një rikthim. Në këtë muzikë ka brenda soul, ka R&B, ka hip hop, ka jazz, është si zhanër shumë i gjerë, por edhe mënyra e këndimit është një mënyrë e cila mu më flen shumë dhe më pëlqen shumë me kënu. Por është muzikë ma komplekse, edhe lyp një virtuozitet për me kriju, dhe për këtë arsye, unë kur e kam bo këtë albumin e fundit, qëllimi jam ka qenë mos me fillu akordin e parë, mos me hedhun, kupton? I kam mbledh bashkëpunëtorët e mi, këta çuna që do të jenë me mu këtu në Tiranë. The Private Jets. Janë bashkëpunëtorët e mi prej fillimit të karrierës. Janë muzikanta fantastik, secili në instrumentin e vet. Edhe i jemi ul, edhe kemi fillu një bashkëbisedim muzikor, një çlirim emocional, si që është edhe spoti, një katarsis i vërtet do të ndodh në datat 28 dhe 29, dhe teksa dëgjoj shpatin, më falë se të ndërpreva për këtë lidhjen emocionale që ti the, dhe do një performancë shumë speciale. Ai përshtatet pikërisht Akademia e Arteve, të gjitha asaj që ti kishe në kokë, e gjitha akustika dhe atmosfera që është aty. I përshtatet shumë, është një sallë tepër e bukur. Jam shumë i lumtur që do të performojmë në atë sallë, sepse muzika është shumë intime, por edhe salla është e tillë, e cila ta mundson secilit që ulet në atë sallë, kudo që ulet, ta përjetoj në mënyrë intime, sepse janë dy plate, kjo është tash plate nishi, është edhe dyshi, të dyat janë afër skenës, është një sallë kompakte, jo shumë e madhe, akustika aty është fantastike. Akustikën shumë mirë, kjo është dyshi. Prandaj kudo që të ulen njerëzit, do t'i kem afër, do t'jemi të gjithë aty bashkë në atë energji brenda kësaj dhome të bukur. Biletat janë të shkuar shumë shpejt, këtë vlen me cek në këtë moment. Plateja ne për natën e parë tashmë është sold out. Na drejtim po shkojnë edhe të tjerat, kështu që i ftoj të gjithë. Nata e parë ka ikur, le të themi. Plateja ne ka ikur, plateja 2 kanë metë edhe disa ulse. Keni kohë ende dhe nxitoni në kukuli.com. Ju mund të blini biletën tuaj për të shijuar një natë fantastike me Shpadetën. Mund të shijoni edhe 2, se diçka e mirë mund të shijohet edhe 2 herë, por ideja është që duhet të nxitoni sepse ka shumë pak vende. Po, edhe duhet ta cekësh në kokoli.com online mund blihen, por mund blihen edhe në pikat e Enzo Attini në Tiranë, te sheshi Wilson dhe te rruga Mine Peza, fizikisht kush do me ble biletën, por një gjë që vlen me u cek është se kushdo që vlen bilet, kudo, a blen online apo blen fizike, mund ta përfitoj një kupon në vlerë 20 euro tek Enzo Attini me atë bilet. Dhe bën zbritje më pas. Kështu që është një diçka që mund të jetë për interes për dikë, por nxitoni me marr bileta se po shkojnë shpejt dhe do të thotë nuk e di kur do të vi një moment që do ta kem një koncert të tillë, në një moment të tillë, është moment shumë i rëndësishëm për mua. Unë do të vazhdoj me këtë. Ky është albumi i 4. Albumi i 4, i cili tash i paraprind 5. Pra po bëhesh gati. E ke në kokë dhe në plan. E kam gjetë formulën, e kam ekipin, e kam tash edhe energjinë, edhe kohën, edhe gjitha, edhe me të thënë drejtën që kam jep mua mas shumë të inspirim është që e kam mbështetjen e publikut, edhe interesimi i madh për këtë koncert, suksesi që jemi të pas deri tash, më mbush me energji dhe më jep motiv me vazhdu këtë rrugë, edhe do ta vazhdoj. Tani po flisnim që muzika jote shpesh është shumë personale, dhe sa e lehtë apo e vështirë është që ti ndash këtë emocione live me publikun tënd. A ka ndodhur që i përjeton njësoj ato fjalë, ato shkronja, ato nota, si në momentin që i ke shkruar edhe teksa i performon? Tani momenti kur i shkruan është diçka tjetër, momenti kur i performoj gjithmonë mundohem të jem edhe unë shumë i involvuar emocionalisht gjatë momentit kur performoj, sidomos në koncerte kaq të rëndësishme si ky tash. Këto janë koncerte të cilat edhe unë për vete me nxi pres, sepse ma japin një ndjesi shumë të thellë. Edhe ekipi me cilin po vi,
janë Nesim Maxhuni në bateri, Art Lokaj në kitar, Jeton Dolaku në tastier dhe Fatlin Ferrati në bas. Këta janë bashkëpunëtorët e mi që një kohë gjatë, si që përmenda, jemi miq, jemi afru shumë edhe është një dashurie, një miqësi shumë e madhe mes nesh, edhe kur jena atë mes me shokët e tu, jetu e bo një muzikë që se cilit prej nesh na pëlqen shumë, aty sinqerisht ndodh një farë lloj magjie që ja uroj se cilit me përjetu, po për mua është diçka shumë e veçantë, plus vlen me u përmend këtu që do ta kemi edhe Reinald Colum, mysafir, në trumpet, i cili është jazz trumpetist katalunas, i bazuar në Paris, një ndër jazz trumpetistat më të mirë në Europë, i cili vjen enkas për këtë koncert. Reinald Colum është artist i cili është i vetmi special guest? Nuk është pjesë e bendit këtu. Okej, është tek bendi. Mendova se do të kishte një performancë. Është në gjithë koncertin. Apo nuk do t'i zbuloj unë këto sekrete të gjitha. Jo, janë sekrete këto. Jo, se kjo është edhe pjesë e albumit. Këtë e kam pas në album. Hajde Ballon është pjesë e ekipit aty dhe është pjesë e Private Jet. Si u lidhe me atë? Atë kemi taku gjatë jazz festivalit në Prishtinë. Prishtina Jazz Fest. Ai shumë i ke pëlqyer ti. Dhe muzika që ti bën. Mas pari jemi bo miq, me tregu drejt. Jemi taku pas koncertit, unë kanë shku me dëgju, unë me Nesimin bashk, edhe kemi taku dhe jemi miqësu shumë shpejt. Kemi fillu me ka që një lloj energjia aty. Edhe ka fillu një energji dhe na eci mirë, ma ne na thjesht unë e pata si unë shumë i përgjigjem aty në ndjenjave, gut feeling në bark kur e keni ndjenjë, spontanitetit, edhe më erdh kjo gjë. E bëm një këngë aty bashkë, sa ishim një demo shumë spontanisht, në fakt kënga e parë e albumit Hajde Ballon, që quhet I'm Gonna Miss My Flight. Edhe pre aty filloi gjithçka. Aty ishte tiku, domethënë. Po, aty filloi gjithçka. A ka ndonjë këngë shpat që ti e ndjen ndryshe sa herë performon? Cila është ajo? Nuk e di që ndjej. Ma ke bo një pyetje interesant. Mund të them që janë disa këngë të albumit të parë, si për shembull kënga Ambël e Thart, e cila është një këngë kur të thehet zemra komplet, se jetë e dash dikon shumë edhe s'mundesh me mjalti hidhur me pak fjalë. Unë kam përjetuar gjërat e tilla. Interesante shumë, se ti nuk para flet për jetën private. Do të kam qenë shumë i ri edhe u dashnesha çdo 2 ditë. Po kjo ka qenë dikur që më ka pëlqyer shumë, edhe ka qenë e pamundur me ndodh dhe kam shujt atë këngë. Edhe në atë kohë kur e kam performuar atë këngë, ka qenë shumë afër dhe ka qenë diçka që e kam përjetuar shumë. Tash kur e performoj nuk e kam mua atë ndjenjë. Nuk e atë ndjenjë. Tash e kam gjetë dashnin që një kohë gjatë jam okay. Por kjo mund të them, Ambël e Thart, disa këngë për albumit parë kur kam qenë shumë i vogël edhe kam shujt disa këngë. Ke bërë besoj edhe një përzgjedhje të repertorit tënd më të njohur në gjithë këto vite që publiku e do më shumë, nëse do mundesh na zbulosh 2-3 detaje. Nuk do të zbuloj asgjë. Nuk dua t'i lë surprizë. Okej, po ato që dua unë për shkak të jenë. Nuk e di çfarë do të, por mundesh me një zarf. Unë jam në datën 28 tek koncerti i Shpatit dhe me Zipo e pres. Është një djalë që gjithmonë ka ditur të dhurojë emocione ndryshe, pra të bëj këngë për çfarë do lloj ndjesie që njeriu ka, për dashurinë, për ndarjen, për humbjen e njerëzve më të dashur, kështu që ky koncert është kaq i veçantë sa jo vetëm unë, po besoj një pjesë shumë e madhe e publikut me Zipo e presin, sepse vërtet kemi shumë nevojë për art të mirë. Çfarë mund të premtoj është se këngë disa prej këngëve të mia më të njoftuna do jenë aty. Kaq më duaj. Dhe por do të jetë, pse është ky koncert i rastishëm, është koncerti i parë në drejtimin e ri cilin e kam marr. Dhe do të jenë këto këngë të reja, do të cilë disa këngë që i kam që një sidomos që është prej albumit të parë që më pëlqen shumë, por nuk e kemi performuar shumë edhe ecë shumë mirë në këtë. Është si me performu një këngë të re në fakt. Kështu që do të ketë surpriza sa i përket repertuarit. Repertuari është shumë interesant. Dje kemi përfundu provat me djemt. Edhe pronat, pse jo? Edhe pronat, kemi mbyll. Sepse me këto nisje që po bën dhe me këto iniciativa, po i kemi përfundu pronësi janë edhe ato, të gjitha. I kemi përfundu provat edhe kemi pas pikërisht këtë muhabet që repertuari është shumë i veçantë, komplet se cila këngë është një botë në veti, kështu që. A është specifik publiku yt? Këtë nuk e di. Apo mund ta dëgjoj kushdo? Unë mendoj që kushdo mund ta dëgjoj, por nuk ekziston asnjë muzikë në botë e cila i pëlqen secilit. Kupton? Gjithmonë është shumë subjektive, edhe unë herët në karrierën time e kam
jam pajtu me faktin që muj me pas ndaj shok ose shoqe të afër që si pëlqen muzika ime. And that's okay. Apo më kupton? Okej. Kështu që kjo është mendoj një mënyrë e shëndetshme me pas, sepse si pëlqen thjesht muzika, mund me dëgju diçka zhanër krejt tjetër, më kupton? Kjo është shumë subjektive. Prandaj nuk di. Ke pasur disa bashkëpunime të suksesshme, ke lëvizur pak nga zhanri yt, edhe mendoj që ke bërë mirë sepse një artist duhet të eksplorojë gjithnjë më shumë, sepse edhe gjërat të cilat ndoshta ne nuk I kishim menduar që do funksiononin, kanë funksionuar, si me Dafina Zeqirin apo çunat e Pinta apo a ken planet e tua të eksperimentosh akoma më tepër edhe nëse ka ndonjë artist tjetër I cili ndoshta nuk është I zhanrit tënd, po të rri mirë nëse bëheni bashk. Ajo është Chelsea, të ketë kimi edhe të ketë gjithashtu të ketë një farloj raporti, unë shumë shkoj me energjinë kur ta takoj. Jam tash në një fazë të re ku po futem, cila po më jep shumë motiv me vazhdu, ku jam hap pak ndaj zhanreve tjera dhe jam I gatshëm me eksperimentu pak. Mendoj që në zhanrin alternativ folk, si e përmende, indie folk, indie alternative, tri albumet e para. Aty mendoj që kam dhënë çka kam dhënë. Tash po du me vazhdu me eksploru pak muzikalitetin tim edhe në zhanre tjera. Bile jam interesu me eksploru edhe muzikë që është pak më afër mainstreamit, me po çka po më bu në drejtim. Pak më komercial do të thuash. Po që është më afër asaj natyre, mirë po unë do ta bëj në mënyrën time, më kupton? Patjetër, sepse stili është ka edhe muzikë, ka muzikë komerciale me sukses komercial, e cila është e mirë. Do të thotë ka vlera. Suksesi komercial nuk do të thotë se një këngë është e keqe. Kur kënga bëhet vetëm me qëllim komercial, atëherë janë nis me humb vlerën. Po nëse një këngë që është e mirë ka sukses komercial, atëherë nuk ka asgjë, edhe Beatles janë komercial dhe Michael Jackson janë komercial, nëse mirët ky kriter. Sepse kanë marrë të gjithë dashurinë e publikut, le ta themi kështu, kanë bërë historinë muzikë, kështu që ky është edhe thelbi. Koncerti, ju e dëgjuat, e kuptuat, ju që po na shihni në digital në kanalin 10, do të jetë kaq I veçantë, po aq sa biseda që unë dhe Shpati po bëjmë në studio, sepse ka muzikë të mirë, ka instrumentistë të talentuar dhe ka një zë fantastik siç është ai I Shpat Dedës, që mezi e kemi, është një ndër artistët më të veçantë që kemi, kështu që datat 28 dhe 29 prill janë për ju dhe vetëm për ju dhe për pak nga ju, se dhe pak kanë mbetur, për të marrë biletat edhe për ta shijuar nga live këtë koncert. Ne do të shkëputemi tani me ëmbël dhe thart dhe do të jemi prapë me Shpatin pas edicionit të lajmeve. Ke për të thënë diçka po? Po du me thonë diçka para se me përmbyll këtë pjesë, që I gjithë ky sukses I madh që po e kemi deri tash nuk mund të bëj pas gjithë mbështetësit e koncertit Katarsis. Kështu që I falenderoj gjithë mbështetësit dhe gjithë njerëzit që po tregojnë interes kaq të madh, në veçantë do të falenderoj Top Media, Top Albania Radio, Top Channel, Digital, VGA me cilin po e bashkë organizojmë dhe me keshën time Eurildën, Olën që e kam zemër, me cilin jemi bashkë në këtë iniciativë. Falenderoj shumë. 100% që të dy dhe unë prandaj vetë të dyja duart e mia në zjarr që do të jetë një super koncert dhe mezi po e presi. Sapo më janë bashkuar zhurmuesit e mi të preferuar. Unë pak të erdhe me vrap se sa dëgjova që ishte Shpati, normalisht nuk kisha se si sikur s'do vije sot. Wow. Vijun e më shpesh më stani. Do Shpat pa hajde. Olej, po sikur I thej je shumë simpatik. Ja kam thënë, edhe në një emision tjetër që Shpati është shumë simpatik. Ja thash dhe unë, je pra Shpati. Po dhe ju jeni shumë të bukur. Je shumë king. Po ja thash dhe unë. Ja të veti? Po, normalisht. Ty, Nikos nuk ja them, po Shpati është. S'ka që më ka për përësi. Antoni është po ashtu një gur I rëndësishëm I këtij programi. Gur apo guru? Më shumë tull nga forma trupi, po okay. Dhe Niko Komani jemi bashkuar tani për një tjetër moment të intervistës me Shpat Dedën. Folëm pak në pjesë të parë sa I përket koncertit, I cili do të jetë fantastik në Akademinë e Arteve në datën 28 dhe 29 prill.
ne mezi po e presim dhe tani është një tjetër moment, Shpat, duhet përgatitesh. Po I shoh këta të qyr telefonat. Janë gati. Stresi. Po mos të kapi stresi. Janë gati për zjarr. Janë disa pyetje pak më me spec sa ato që të bëra Po unë. specat me vete paska. Kështu që Sa këngëtar janë talent dhe sa janë fake it till you make it. Sa? Po, sa përqindje? Apo do në dhe me emra me të tregu. Patjetër. Okej, fake it. Tu si ishte fake it till you make it. Nuk e di, por çka ka ndryshuar tash në këtë kohë kur përjetojmë është që është bërë shumë lehtë me dalë dhe me knu, me bëni këngë sepse teknologjia apo të milion krejt. Në një kohë para 20-30 vjetëve është dashur me pas për aftësi me knu dhe talent për me mujt me mriti në një nivel kur cilësohesh artist edhe jenë mainstream. Tash mendoj që me inteligencë artificiale kena më kthy atje. Janë më shumë përqindje të talentuar apo më pak, domethënë? Më pak janë tash në mainstream, mendoj. Më pak se sa që ata që janë hapësirë që nxojnë krejt mainstreamin, do të thotë. Janë artista të cilët janë ma shumë biznes se sa art. Unë kështu e shoh. Ma shumë muzikë si biznes se sa muzikë se sa art. Në kaluam ka qenë muzikë si art, tash kanë rru pak. Okej. Do të them mund të bëhem dhe unë këngëtar. Po lirisht veç dush mjekër me këfar. Ti je. Duhet të jesh mjekër ta, nuk do bëhem kurr. Mjekra ime nuk ikën. Ja, po më e gore. Jepi. Shukja më e mirë ka mjekër në përgjithësi. Jepi. Ke pas ndonjëherë një moment në skenë që ke harruar tekstin? Po, e kam pas, ka Edhe ndodhur. si ja ke bërë? Si ke improvizuar? Kom këshyri dikon në publik ka qenë të e knu dhe ma ka kujtu. Ja, po e gore. Nuk e di kom bo, diçka deri sa kom ri në refren. Ishte më e bukur ajo me publikun, no, zemra, si di, Justin Timberlake. Me Mikrofonin këndoni ju se nga skena. Yes, jepini, Po shisa. nëse, domethënë je duke kënduar dhe publiku nuk këndon me ty, ofendohesh apo Jo, s'pak, ja, se bona i do gore. për veten time? Mos t'i gloj kështu arrogant bona i gore, po jo, tamam vetëm puna. arrogant nuk është Pati, kjo është pak po e Po, sigurt. Tamam puna, por jo, as pak. Po edhe unë i msheli syt kur kënaj shumë shpesh, në gjithë nuk i shoh. Okej, do vi i thjesht i veshur atë ditë, domethënë. Se do vishesha kështu për ty. A, në shtyp si që shdush. Glam. I qeli ka njerë, mustanu. Cila është gjëja më e çuditshme që të ka kërkuar një fanse? Edhe atë propozojnë fansat ty, domethënë atë Çam ka ndodhur me një fansën, kjo ka ndodhur në koncertin e Katedrales kur e kam pas, ka qenë shumë funny. Se erdha ajo shumë emocionuar, i vajzë di që u fut mrenda, aty se ka qenë mbyllur salla kur ishim të bëj prova dhe erdh kështu ish dridhej, tha po duhet ta dhoni një letër. Lexoj kur shkon në shtëpi. Kupton, ajo kish shkruajt me ushije që kish shkruajt diçka të veçantë. Unë e mora, e futa në xhep. Edhe i kryva provat, kur shkova në shtëpi tash ta shikoj çka më ka shkruajt. Edhe peçeli ato dhe pisho disa formula të kimisë. Kupton? Kështu se nuk e di, mos ka dosh kimia hiç, edhe ja nisa minuta, mos ka dosh me lidh ndaj sen, i kalova një 5 minuta tash ka dosh, mos pastaj shumë e komplikuar. Mos ka qenë diçka felt, kur mas një ditë më ka çu mesazhin, ju kam përzi letrat. Ma ka dhënë një tjetër. Ma kishte çu bëj fotografi, ka qenë një letër shumë e bukur që ka dashur të ma dhon, por ka qenë shumë funny ky momenti. Ajo thjesht do të thoshte që ju keni kimi bashkë. Ja, sa pozitiv që është njerëz, se unë do them ka bërë magji. Vetëm formulat ishin Po ka aty. propozuar vajzat, domethënë ta kërkojnë numrin e telefonit kur vinë për koncerte. Tatuazht e gjoksi. E kanë marrë vesh tani nuk që e është ka që- zemrën në zënë, besoj. Nuk është që ndodh, thjesht vinë, mu taku dhe it's okay, bëjmë ndaj foto, shkëmbejmë ndaj radhë. Ej, ke bërë ndonjë këngë kështu vetëm për lek dhe jo nga zemra? Jo, deri sot asnjë se kom bo, por jetës You never nuk i know. dihet. Shpat kam besoj se 200.000 do lekë ta ti jap bëj. tani direkt. Çfarë vetëm? 200.000 lek. 200.000 lekë. Zemra 200.000 lek nuk i kushton. Nuk i vendoset as fisha kitarës. Unë aq ngre, nuk. Jepi Anton, pres më shumë nga ty. Shpati në backstage është njeri diva, është filozof apo thjesht ha byrek edhe ri për qefin tënd? Je humble. As njëona prej aty ne. Është shumë humble. Si ke ritualin ti para një koncerti? Rri me ata njerëz të mi që janë aty për mas në skenë edhe më kap një adrenalinë e madhe, eci lart e poshtë, ndodh me pina i got pak më qetësu. E pi një got, një shot.
Po, pse jo? Pse jo e pi. Çfarë shotse, do të thënë tequila, vodka? Jo, shot nuk pi, pi naj whisky a diçka tillë, ose naj raki, naj got raki. Çet sa pak. Po jo shumë se manera meket krejt stresit. Sa për nxehje është ajo. Haron tekstin pastaj. Po. Mane do të më mshël syt komplet. Shpat, po të duhej të zgjidhje një koncert pa pagesë, po me super atmosferë, apo me një pagesë shumë të madhe dhe me një publik shumë të ftohtë? Varet që shikon punë. Po ti je mirë nga ekonomia? Të parë. Në më thonë jo, ajo që po thu pa pagesë dhe me shumë vlerë, me shumë emocion është diçka. Sepse këto që po thu këto me një publik të keq din me traumatizu. Do më thonë nëse publiku nuk t'jep respons. Unë kam aq vite në karrierë, sidomos në fillim ka ndodhur ndonjë herë. Nuk jam përvojat mira, por siç thash nuk i dihet. Për momentin tash e kisha zgjedh këto me emocione. Me emocione, okay. Nëse do kisha bërë një nga këngët e tua skip, nga këngët e tua live, cilën do skipoje? Tash nuk e di, por ju a tregoj një kuriozitet në fillim kur kam pas fillu me këngën e parë, këngën Ëndërroj, e cila këngë u bë e njoftur shumë shpejt, dhe unë u bëna njoftur shumë për asaj këngë, po ishte kënga e parë, edhe mu bosi një farë këngë ku çfarë do që publikoj shamas, krejt të ishin, e mirë kjo, po ajo Ëndërroj shumë ma e mirë. Edhe Janisa Monitash mos po bona one hit wonder edhe Janisi kjo me mundu se s'kisha qef më definu veç me një kong edhe ka pas kohë në atë periudhën fillim kur nuk e kënojsha kongën Ëndërroj. Imagjinoj tash vishin njerëz në koncert. Po, jo vishin njerëz në koncert, unë nuk e kënojsha se unë kam kongë tjera, edhe budol tek mas disa vjetë e kom thonë relax sepse duhet mi kënu këngët për cilat njerëz kanë orë, nuk ka lidhje. Por kam vazhdu, ajo më ka thonë motiv me vazhdu me kënu dhe me shujt këngë tjera dhe sot jam në një pikë kur e kam te kaluat këngë dhe kam këngë tjera cilat e kanë te kalu, sidomos kënga një null, e cila është tash është shumë virale, ajo këngë. A ki bërë do një këngë, më falë. Po, vazhdo. A ki bërë do një këngë vetëm për lek dhe jo nga zemra? Po e tha pra Niko, apo si she këtu me ne? E keni bo share në sa po, jo. Një këngë kështu për ta pasur mainstream, më sa. Jo, se kam bërë. Për të bërë komerciale, për të bërë një hit. Thash më herët me qëllim komercial nuk kam bo këngë asnjëherë, por nuk jam kundër me bo një këngë cila ka sukses komercial, por qëllimi do të jetë për mua diçka që më shën që ndjej. Do të thënë një artist thotë për të kapur klikime, për të kapur suksesin, unë po e bëj një këngë për të prodhuar shumë shikueshmëri, shumë klikime. Nuk je nga ai stil besoj. Unë kam punu ma shumë në qëndrueshmëri për tej suksesit sezonal, kupton? Me bo një këngë e cili me klikime pastaj ajo harrohet, mas të 3 muajve se dush ti me bo tjetrën, e dush të 3 muaj me bo ka një. Unë kam dashur me bo këngë cilat qëndrojnë edhe vazhdojnë, vazhdimsi edhe. Sepse ka pasur këngëtarë që kanë bërë nga 7 këngë një muaj ose nga 7-8-9. Kjo është muzika si biznes, kupton? Por ti nuk e shikon kështu si biznes. Jo, unë e shoh si art, muzikën si art dhe e shoh si diçka shumë spirituale. Për mua është diçka shumë spirituale muzika dhe nuk du me ndot me atë kalkulim, kupton? Nuk është se nuk e mirë pres suksesin e tillë, por në krijimtari nuk du me ndot. Për shembull edhe dueti me Dafinën, që Dafina është shumë komerciale, është shumë ndryshe nga Shpati, ishte super këngë, ishte në kornizat e Shpatit, ishte në aty du mi dhon kredit Dafinës shumë, e cila më ka ftuar dhe mi ka dhon dur të lirave boat këngë. Këngë kam shujtën, kam edhe gjatë krijimit të aranzhmanit kemi bë bashkë me Fationin, miktarin në studio. Kështu që kredit asaj, ajo ka pas qef në album të vetin me pas një këngë e cila e ka vullën time. Kështu që ka dalë një bashkëpunim shumë nice. Për mu, unë normal që kam pas qef me bu një këngë që jo mërja më ratun, po që është ratë edhe Dafina. Mu më pëlqejnë shumë ato këngë të Dafinës, sidomos të fillimi ka disa këngë që ka një R&B shumë të fort, edhe kjo këngë e kap pak atë. Mu më ka do kësi për afrimit të dyve në një mes ku ka dalë një bashkëpunim interesant. Edhe klipit e për konceptual, të për i bukur. Nice. Shpat, ti ke shumë këngë që janë heartbreak. Tani, thua ka ndodhur kur je ndar nga ndonjë ish që ka dëgjuar këngët e tua pastaj për të kaluar heartbreak-un? Gjatë ato këngë që i kam bërë për heartbreak kanë qenë gjithë për isha në tentativë. Se s'kan vri as në pozitë që mu bo isha. Kupton, po kanë qenë thjesht dëshirë ose fantazi që kam pas, por njëkohësisht
Ka qenë dikur që më ka pëlqyer shumë edhe s'ka mujt me ndodh, mani unë e kam shfrytzuar atë për me inspiru veten edhe me punë. Ja si puna ime që jam i lidhur, po ajo se di akoma. Ajo që ka zgjidhur. Nëse një ditë larg qoftë, humb zërin tënd të kaq të bukur. Ke një plan B? Model. Jo, mund të jetë shkruas, mund të jetë kompozitor. Nuk e di, nuk e kam mendu. Mundohem mos tham larg qoftë. Larg qoftë, nuk e di. Isha mërzit shumë si pikë e parë, se më kish hekni diçka shumë e veçantë në jetë, po pastaj gjithmonë njeriu e gjen rrugën çka më bëu, nuk bën me gjen diçka tjetër me cilën motivohesh. Se në fakt të ardhurat i ka dhe nga profesioni. Po, unë kam profesion komplet tjetër. Ajo më ka leju mos me trajtu muzikën si biznes. Ajo më ka trajtu me majt muzikën të shijosh artin. Me bo diçka që mu pëlqen edhe kam vazhduar një kohë gjatë, tash e kam një katalog për 4 albumesh me muzikë origjinale edhe jam në një pikë ku jam thjesht i vendosur në skenë dhe më vazhdu këtë, e kam publikun tim, e kam vendin, e di njerëz për çka qëndroj. Po më ka marrë shumë kohë me mri këtu, edhe për me mri është dash me pas një punë. Një punë tjetër, kështu që diçka tjetër already jam të bëj që s'ka të bëj me këndimin fare. Kam studiu për komunikim, marketing, kam përvojë gjatë në atë fushë. Kështu që lart. Cili është rivali yt në këtë industri? Rivali? Pa. Konkurenca. Ndoshta ti e respekton si person, po ndoshta se ke thënë as publikisht. Unë nuk e mora si person ato fare, po mendoj çka mund të qetë rivali diçka më abstrakt, se si person nuk e marr asnjë. Nuk mendoj për atë. Një për stilin, për gjëra që ti e respekton. Ka artista plot që respektoj, s'kisha pas shef mi përmend me emra se i kam beq, mani dikujt mundet mi met hatri, kupton? Por me kënë jam afër, me kënë jam larg, atë ja lo publikut me vendos më mirë, s'duan me qenë ai që thot. Ke pas një moment, e zëm ke qenë aty duke kënduar, po mendja jote ka qenë komplet në vend tjetër, për shembull sa kohë kam pa bërë seks. Si ka ndodhur që ka kohë pa bërë seks? Po mba se ka ndodhur. U përgjigj s'ka. Shile, po ku i di ti o zemra, gjendën e shpati me ngel pa seks. Po jo, bën pyetje bënda Antoni. Bën speca, bën seks të ngelun pa seks, jo spati. Po sikur një ditë vjen një propozim që të bashkëpunosh me një artist që ti nuk e ke qef, fare. Dhe do duhet të bësh një këngë, do ta bësh për ta bërë hit apo jo, do ta refuzosh. Apo sa për të kaluar radhën. Jo, nëse s'ka kimi edhe nëse s'ka diçka që më pëlqen, nuk e bëj, pse më vë. Domethënë, në këtë moment jo. Varet sa. Po më e go. Nëse cili e ka një çmim, ha? Nëse do fshije nga katalogu jot një këngë, kë këngë do fshije dhe pse e ndërroj? Në fakt, besoni apo jo, nuk do ta fshij asnjë. Besa, me ato që mund të mos më duken okay, në ai moment e kanë një vend vetin. Do thotë jam i kënaqur me gjithçka që kam publikuar deri tash. Po nëse do fshije një person nga jeta jote. Ku po din që është veç një ka plot. Blok ty direkt sa dalin nga këtu. Do merre ndonjëherë pjesë tek Big Brotheri? Ledionin e kam shumë mik. Si banor, jo të shkosh të këndosh, se të kemi parë. Po si parë, jo, por për mua ai format nuk besoj që është i përshtatshëm, nuk e shoh veten aty këtë moment. Nuk jam okay me aq invazion të madh në jetën time private, dhe nuk jam okay me i qit krejt senet në ekran në atë mënyrë. Në moment që futesh në Big Brother, pajtohesh për një gjë të tillë. Mirë po, e përgëzoj Ledionin edhe krejt ekipin organizativ të Big Brother për një sezon të suksesshëm si vjet. E kanë përmbyll tash para ca kohë, kështu që i përgëzim e ju prifte mbara. Por ama Dancing with the Stars do ishe futur. Aty po ndoshta. Aty se ndoshta pra ke një tjetër pasion. Ndoshta Dina pra ke një tjetër pasion, të pëlqen dhe kërcimi. Po nuk është nuk mendoj që jam ndaj valltar shumë i mirë, po më kish interesu me eksploru atë pjesë. Pse jo, sa aty e ki edhe ndaj mësues apo mësuese. Tregon. Kush e dëgjoj. Kjo studioja jonë është kështu si lajmëtare për ca gjëra. Auguri mirë. Është shumë auguri mirë. O Shpat, a mendon se do ishe i famshëm edhe nëse nuk do merresh me muzikë, pra të pëlqen kjo pjesa e spotlightit?
Jo, në fillim kur jam bëj famshëm me këngën Ndërojmë, ka ndodha shpejt, edhe në një moment interesant që më ka pas rëndu në fakt, nuk ka qenë diçka e lehtë. Fama nuk është që më tërheqa shumë, nuk është e shoh si pjesë e kësaj që e bëj, po mos kisha qenë këngëtar, nuk më kishte interesuar me qenë i famshëm, jo. Jam njeri privat në jetën e përditshme. Interesant. Në dush këndon ti Shpat? Po ashtu kam fillu. Aty e kam marrë vesh që di me kënu. Më mirë në dush apo live? Live, normal që live, gjithmonë, por në dush është pak më nxehtë. Po shumë shpesh e marrë çoj muzikën në dush, edhe kënaj bashkë me muzikë kam një playlist që çoj. Pse është nxehtë në dush apo se je ti brenda? Nuk e di. Ai ti shumë diçka të mbokën. Pastaj lej mos harro që edhe në dush mund të mbaj koncert. Pa, me sa veta? Është në preferencat e ti pastaj. Atë ne ja këto fakujna me majtë zërë është da. Me çfarë u ilani ta dita për gati. Më Shpat, janë dhe ishte të mërshëm, apo çka? Okej, pas kanë specat pak djaks, po pëlqen ashtu, s'ka lidhje. Ndërkohë unë që bëj sikur s'digjë nga këtë pyetje. Djalli dërave. Vishem, jo me prata, po vishem. Ajo na e ka dërguar me voice dhe tha dëgjojini në gjumë këto që ti dini për këngë. Unë jam me poshtra. Shpat, jepi, po, kam shumë respekt Anton, pres një nga perlat e tua, po the ndonjë budallë, Kur peshok këto të bu. I zjuti. Në stres. Ashtu thotë mami, nëse. Kush është kritiku jot më i madh? Vetja, njerëzit që njeh apo këta 15 vjeçarët në komente që të çajnë trapin? O zot. Ata në komente nuk i ignoroj komplet. Nuk i marr parasysh. Se unë rrezihem në komente me njerëz. E kam kaluar pas që më kanë mërzit ato gjëra. Mo nuk më mërzisin sepse siç po thotë ti nuk mundesh me kontrollu çka thonë tjerë, ti mundesh me kontrollu vetë ti çka thua dhe ti çka mendon. Unë jam shumë person introspektiv, reflektoj vazhdimisht edhe kam një dozë të shëndetshme të vetë kritikës mendoj dhe ajo më ka ndihmuar deri tash me ecë përpara, po gjithashtu kam afër njerëz, edhe disa njerëz dashur, të cilët më thonë të vërtetën në fytyrë. Çka mendojnë ata? Në herë spajtona, në herë vjeni natë shumë, në herë pajtona mani mas dy ditë. Por edhe të vlen kritika normalisht. Normal që vlen, sidomos nga njerëzit që ke afër zemrës. Normal që vlen edhe unë i vlerësoj ata njerëz që më thonë të vërtetën, më shumë se sa që ata që thonë diçka tjetër në fytyrë, pastaj flasin diçka tjetër para shpinës, edhe pse nganjëherë e vërteta është pak e vështirë. Është e hidhur, por është mirë me ta thonë dikush gjithmonë. Gjithmonë. Shpat, së fundmi, këto vitet e fundit të paktën që nga 2020 shohim shumë artistët që dalin dhe promovojnë këngët e tyre në TikTok. Pra për t'i bërë hite, për t'i bërë virale dhe kemi parë shumë artistë si së fundi Zara Larsson që ju dha një rilindje nga viraliteti i TikTokut dhe ajo mori vëmendjen që e meritonte. Mund të bësh ti një kompromis të tillë që të dalësh në TikTok. Dëgjoj te rasti Zara Larsson që po e përmend, ajo më shumë se sa kënga mendoj që është personaliteti i saj, është kështu një person shumë pozitiv, shumë i afërt edhe kur ja sheh video në TikTok ato skiqësh mos me kqyr se është shumë të rejese në atë aspekt. Do thotë muzika është pjesë e saj. Un kam tentuar në TikTok me bo content pak, por nuk më duket që është as për mua nuk është. Është medium për mua. Ç'më thonë, cringe me veten bëj kur i bëj desa. Në vazhdim nuk muj me hek ato mirë, po siç e përmendin TikTok, një këngë imja, po ajo pa Ninull është super. Pa intervenimin tim fare, do të thonë edhe 5 vjet para se me pasu në TikTok, e ka një viralitet, janë diku mbi 4000 postime me atë këngë që e shfryzojnë si sound, edhe kam vrejt që është vazhdimësia e këngës, ka njerëz që e këndojnë si cover shumë, ka njerëz që shfrytëzojnë në video. Shpat, pëlqen kur ti bëjnë cover këngët? Apo ju kërkon lekët? S'ma pëlqeu. Sa po folëm që bën art, nuk është normal që më pëlqen. Normal që më pëlqen, mas pore më pëlqen që kur shoh artist ose artiste super të talentuar madje. Shumë talentuar, po edhe që janë të mësuar miro gitarës ose janë hapat e parë edhe mësojnë një këngë timen edhe
ma përkujtojnë veten kur kam filluar dhe kam mësuar disa këngë të artistave të cilët më kam pëlqyer atë kohë. Kështu që kjo më jep shumë, më gëzon shumë dhe më jep shumë motiv. Nuk është se, më fal, nuk është se thua si guxoj kjo këndoj këngën time. Jo, pse do ta bëj atë? Tamam puna, jo më vjen bën muni mirë në fakt shumë. Shpat ti ki bërë shumë gjëra, bën një punë tjetër, digital marketing, bën këngë, po baba, kur do bësh? Zot. Të kishte marrë malli për gjyshen, ja. Vjen dita, se po ti kur do bëhesh mami? Shumë shpejt. Me vërtet? Shumë shpejt. Nice. Dy lajme sot. Jo, vazhdo. Nuk ka përgjigje, ka vetëm një përgjigje Shpati dhe në të gjithë bashkë këtu dhe përgjigjja merret në datën 28 dhe 29 prill në Akademinë e Arteve, Katarsis. në një prej sallave më fantastike me akustikën, mendoj unë, më të mirë në Tiranë, një koncert intim me njerëz që duan shumë artin dhe që duhet të nxitojnë sepse edhe pak bileta kanë mbetur, kështu që ne mezi po e presim Shpat. Edhe unë njëjtë, edhe me zi po pres ju shoh të gjithëve aty. Pa dush. Do të jemi, më falni që ju do shproj, që ju gënjej. Unë kisha bërë gati rroba banjo. Do jemi me band, Me gjëra. Do jemi me band. Shpat, shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi të jem këtu. Edhe faleminderit edhe një herë Top Medias, Top Albania Radio, Top Channel, VGA, Digital, gjithashtu. VGA që jeni bashkë me mua prej fillimit mbështetës e tutje në të gjitha hapat e rëndësishme të karrierës time muzike. Faleminderit shumë. Të urojmë shumë suksese në këtë Suksese. koncert, por edhe në të gjitha projektet që do të vinë pas ti në vazhdim. Gjithë të mirat. Të gjitha. Të gjitha, gjashtë të janë gjitha. amis. Shkëputemi për pak dhe ridëgjojemi sëri. Kemi një tjetër moment të Pardon My French. Antoni është përgatitur fizikisht, mendërisht dhe shpirtërisht Pse e vesh me xeza ti? për të ndarë lajme sepse Big Brother mbaroi, edhe pse ka ndodhur gjëra dhe tani ka jetë për te Big Brother. Si do jetojmë tani pa Big Brother? Po pra shumë, Si do dje ja me zi dalim? prita atë Prime-in post Big Brother, se më duke kështu si bosh gjëja. Nuk e di, unë s'di çfarë do bëj të dielën. Më shikoj edhe një herë postin, se ka dhe të shtunën. E di prandaj po them të di. Vazhdimin. Unë shqyr nuk do Zita do shoh bëj të martën. 200 storyt e tua o plak. Mos i shifër, e bëj skip. Më fut blok, më fut mute. Pas të bëj doca të tua. Para se të kalojmë tek disa nga lajmet që kanë ndodhur apo do komentojmë, se ikën minutat si pa kuptuar sot, kishim nxjerr goxha meme dhe gjëra. E me që jemi këtu tek post Big Brother, nëse na ndihmojnë çuna të na vendosin ndonjë nga dje, mirë do ishte, në të kundërt ne do të flasim për 2-3 episode që ndodhen dje dhe ndoshta mua, po edhe ju më bën përshtypje, ëh, reagimi i Rogertit, nuk e mora vesh pse. Domethënë mbaroi Big Brother, hey, chill. Dashur, mos fut familjar tu tani. Celebregu, celebra. Kemi se po jo Celebregu. Sepse kjo kur e bune, nuk u buajke. Mshele bre. Po Juela çka kishte se nuk e kuptova. Juela do mbronte brovat e saj. Dy vëllezrit e saj. Po edhe tani po presëm duket do ndodhi diçka midis Juelës dhe Rogertit, pra do kenë ca pyetje tek posti i E di dytë. çfarë më bën përshtypje kur fiton dikush dhe të tjerët nuk e pranojnë. Fitoi Selin. Mbaroj, kaq. E meriton se meriton. Edhe po the se meriton e fitoi. Fitoj. Do të thënë pse kanë këtë gjë në urime Selin, ndërkohë tek intervista e Top Albania Radios thanë të tre, nëse s'fitoj unë, e meriton Selin. Pra, ti nuk fitove vlla, fitoi Selin. E di për çfarë u gëzova? Që kisha, nuk e di, 3 muaj që thoja, nëse fiton Selin, dua të jetë kokë me mirin. Kaq, më plotësua Po dëshira. edhe unë ato thash, podim final ato kisha Filan pisteku. Podim final ato kisha parashikuar. Pastaj le të fitonte më i miri, po doja ato të dy. U lodhën shumë. Unë nuk naqa shumë kur pash Jonidën atje brenda që po i merrte në intervistë ish. Antoni. Ja si punon një profesionist thash. Antoni, ç'po më krif ka sot. Bukur, kishe lyer flokët, ishe me nuk e di shumë. Nuk e di. Nuk e di Mirë, as shumë hamile. ngjallore. Kisha atë listin edhe isha kaq profesioniste. Unë nuk e naqa di. shumë që më ra miri, me thënë të drejtën, për ta intervistuar, se në ato 4 muaj mendoj që Të kërcënoj Mona para se të intervistoj. mendoj që ishte një bisedë shtruar me të, edhe e lash të fliste, ai e shijoi, unë po ashtu.
Kështu që e pëlqej shumë atë ndjesinë, domethënë ka shumë emocion kur futesh te ajo shtëpi. Pavarësisht se ne ishim në një pjesë të shtëpisë, prap ngarkohesh. E kërcënon Mona, thotë e kërcënon mirë i vet direkt. Lejami, si të duk ky sezon, se s'na thej gjë. Si më duk, mirë më duk, më pëlqeu që fitoj një vajzë, një grua këtë sezon, një meritonte. Grua është. Një nënush. Grua, 23. 20 vjeçë në tonë. Vajzë, po një vajzë, një grua, në atë sens se tha. Jo, nuk është Nuk përdor femra. Mos më vrisni. Mos më vrisni. Më pëlqeu që ishte fort, më pëlqeu që ishte shkathët, më pëlqeu që i mundi gjithë meshkujt, si meshkujt mund të them, po femra nuk thohet. E kupton Anton, ku jemi? Çuna dhe burra zemra. Varet si identifikohesh. Po. Burra dhe gra. Burra dhe gra. Është ky paneli këtu. Dhe me që jemi te ky paneli ka ndodhur gjëra edhe në hundën tonë. I kemi vënë re ose jo, po Antoni ka qenë shumë i kujdesshëm për t'i përzgjedhur. Kam shkruar lajmet e javës. Çfarë ka ndodhur me ato lajmet? Këtu jemi polici mirë dhe i keq. Pra Antoni ndan diçka me ne dhe ne pajtohemi ose jo. Po. Lajmi i parë thot vazhdon të digjet landfilli në mbushat edhe pse ka rënë shi. Kjo ishte batuta më e lehtë në botë që mund të bëja. Ka rast zjarr në mbushat. O zot. Klapa qesh. Reago. Zot. Mbaron Big Brother, shprehen banorët pas daljes nga Bigu. Do ishte më mirë të rria brenda, tha Miri, që ironikisht janë fjalët që thash unë pasi linda dhe pas ç'a bëjnë në Shqipëri. Ti sa linde fole. Direkt thash më fusni brenda prapë, isha mirë. Isha mirë. Mami tha jo, mos e fusni brenda prapë se. Ha me lej, ti hapim dhe herë klapa. Klapa qesh. Për mua këto ishin super batuta kur bëj shkruaja. Niko, këtu je ti. Kendall Jenner prej 2 muajsh supozohet jetë me Jacob Elrodin. E di kush është ky? Kush është ky? Ky është ai te Euphoria, personazhi kryesor, po. Dhe në qoftë se ju nuk e dini kush nga ato është Kendall Jenner, shumë mirë, as unë se di. Jo, këtu sapo ja futa kot sepse ky Jacob e kanë parë duke u puthur me Lizën tek weekendi i parë i Coachellës, pra është lajm i vjetër. Jo, unë e pash lajmin sot te Top Channel-i. Unë pash foton duke u puthur. Tani gënjen ti apo Top Channel-i? Gënjen ai, jo, po mendoj që ai po tradhton njërin prej dyve, nuk e di. Princesha Kate Middleton përqafon një burr 88 vjeç dhe realizon ëndrrën e gruas së tij të ndjer. Domethënë ëndra e gruas së tij ishte që ky të përqafonte princeshën. E kupton, ne nuk lidhemi dot që të vëmë në restorant i themi faleminderit asaj kamarieres se na pret tentativë vrasje. Ku ti thua ti faleminderit? Po hama. Thua ti, faleminderit. Patjetër. Shikon. Dhe më fal dhe faleminderit. Me kë lidhesh ti Anton jetën tënde? Po unë pas kam toksike. Po pra. Po ti je dhe vetë toksik. Faleminderit. Sa i lumtur jam që jam jem jetën time. Jo, ti thua jo asaj. Ato me Ariun e kurse sa. Pse mua më pëlqeu shumë ajo. Në një lagje të New Yorkut, një kylysh ariu u gjet sipër një peme në kopshtin e një shtëpie. Dhe mos e thuaj fjalën. Ai nuk është kylysh ariu, ai është kylysh. Po. Fa pronari shtëpisë. Ju thash që duhet ta evitonte këtë lajme? Zoti i madh. Ose bli një fiqe, hidhe leku një herë në këtë emision. Ndërkohë, nëse do të flasësh lirshëm. Nëse dua ta pres Antoni sot, kishte dalë një lajm që kanë dalë në Amerikë, shitet mishi i bërë nga laboratori ka nisur domethënë procesin, po. Shitet normalisht. Dhe quhet cell cultivated meat dhe cultured meat. Pra që i bie është nga laboratori dhe jo mish real. Freskët. Jo, është plastik. Po pra, nuk është mish i freskët. Edhe do ketë dhe shije dhe proteina të mishit. Gjithçka. Pra, nuk kemi pse vërasim më kafsh. M'fal, po interesante. Shumë. Për këtë, po bëhet. Po, kam përshtypjen sepse po zvoglohen shumë populatat e kafshëve. Duan të na vrasin në farë mënyrë. Do vrasin ne, okay. Tani nëse ha gjëra. Po jo mëse mbase. Laboratori? Po. Unë nuk e dua atë. Jo, unë dua. Unë dua. Edhe unë atë dua.
Duam të di të njëjtën Ku gjë. shoh tu? Zoti ma. Ti e din? Ku shoh tu? Po nga jeta juaj, kemi ndonjë lajm se më keni folur fare për gjërat personale nga Leila pres. Okej. Unë në kërkim të një burri. Edhe ai në kërkim të një gruaje, e çuditshme me ju të dy. U pranoj edhe fëmijën të parin, s'ka gjë. Ka diçka mes ju të dyve që nuk Që nuk Kemi një të përbashkët. keni një kërkesë të përbashkët, por nuk përputheni si karaktere. Do të martohesh me mua ti on ton. direkt tani, nesër. Do bësh fëmijë me mua. 2. Po jare, se si e tipi im. O zot. Se s'ma bën me qesh. E mirë. Anton! Çfarë ndodh në këtë rast? Klasa shaka. Kurse jeta ime monotone, Kam fajun që vi këtu. po merja vetëm komente për Big Brother-in që e komentuam live edhe njerëzit na kishin ndjekur, më dërgonin screenshot e deri sot po mendoja Ishim edhe dhe të festa, super fest, jam kënaq shumë. më pyet mua. Ne na e bëri Elvana Unë nuk gjata di. me zemër. Të Po, dy. Po, ju bëri të dyve zemrën e Brikenës, më Dhe na duket. rand fikët pastaj të dyve. Të dy ishit kështu. Niko Djersit, e kupton, më filloi me Djersit. Unë takova një personazh gabigu i lash dorën me djersa, thash nuk ndihem me siklet. Ishte djersa Elvana gjatë zemra. Sikleti që më krijoi nga ndjesitë e bukura. Ishte highlight i vitit tim, bla. Po lëre më të gëzoj pak ai, Për Elvana gjata kështu. se ti e ke takuar dhe herë të tjera. Hey, jemi në fund. Oh, vajti ora? Vajti ora, vajti. Ha Leila, mirë, selfie. Jemi live, duke bërë selfie. Jemi live. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët, po më duket si bosh tani, si isha mësuar që thoja pas pak vjen Elona Duro me Big Brother Radio. Por jo. Deri në sezonin e ardhshëm kemi mësuar që do jetë shumë më shpejt Big Brother VIP 6 se sa e mendoni, kështu që shumë shpejt. Inshallah për 2 muaj. Inshallah. Do jetë shumë shpejt, Niko. Po ju ishit prezent, dëgjuat diçka. Po unë do bëj sikur s'di. Nëse më pyesin. Kështu që derisa të na vinë ndjesi të tjera, emocione të tjera, ne do jemi këtu për të komentuar programe të tjera, ka dhe përputhen, thotë. Ka hyrë njëra zemra që i vë çunat kështu të hajnë. Po, do i kemi videot gjërat po herën përbashkëta. tjetër se sot e kishim pak kohë të kufizuar. Kalofshi sa më bukur, Kalofshi faleminderit. bukur. Ciao ciao. Ciao.